Fëmia 2 vjeçar I cili u plagos gjatë natës së vitit të ri në Shkup, ndëroi jetë mëngjesin e sotëm si pasojë e lëndimeve shumë të rënda në tru nga një trup I huaj metalik. Prokuroria ka lëshuar urdhër për kryerjen e autopsisë së trupit të fëmijës. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se më 1 janar 2026 rreth orës 00:58, fëmia u dërgua në qendrën klinike Nën Tereza në gjendje kritike. Sipas MPB-s, më njëherë pas raportimit janë intervistuar prindërit, ndërsa babai dhe nëna kanë dhënë deklarata për ngjarjen. Nëna GD, 21 vjeçe, ka deklaruar se më 31 dhjetor, para mesnatës kishte dalë me fëmijën para oborit të shtëpisë në lagjën Gazibaba në Shkup, duke parë fishek zjarre, ka dëgjuar një zhurmë pas së cilës ka vërejtur gjak nga koka e fëmijës. Thuhet kështu në raportin policor për rastin. Ministria e Shëndetësisë sqaroi se për shkak të gjendjes së rëndë, fëmia u trajtua në klinikën e neurokirurgjisë, u intubua, I u dha terapia antibiotike dhe antiedematoze, ndërsa por dëmtimet e indit trunor nuk e lejuan dhe nuk mundësuan ndërhyrje kirurgjikale. Paraprakisht përpjekjet maksimale të ekipit mjekësor përfundimi ishte tragjik.